Verifikimet e urdhëruara nga kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula konfirmuan skandalin e denoncuar nga Ora News se kompania Modi SHPK importoi misër rifuxho të kontaminuar me aflatoksin B1 dhe inspektorët e AKU-s nga kufiri me Malin e Zi deri në Tiranë shkelën ligjet. Do duhej që ky misë të ishte bllokuar në pikën doganore të Harit të Hotit. Kryeinspektori i përgjithshëm në një konferencë të posaçme tha se shkeljet nisën me inspektorët e AKU Shkodër, të cilët nuk respektuan urdhrin e ministrit të bujqësisë, sipas të cilit në muajin nëntor ata duhet të analizonin çdo ngarkesë me misër që importohej në Shqipëri. Sigurisht që brenda AKU-s ka përgjegjësi dhe në çdo element që lidhet me mosbatimin e procedurave është në verifikim dhe do trajtohet sipas ligjit. Në 2 muajt e fundit të vitit 2025, Modi SHPK solli 104 ton misër serb të kontaminuar me aflatoksin, ndërsa shkelja e ligjit u rëndua kur ata lëvizën ngarkesat e bllokuara nga AKU për shka janë kallëzuar në prokurori. Nga 104 ton të bllokuara janë konstatuar në subjekti vetëm 9.5 ton gjendje. Duke shfrytzuar mungesën e vëmendjes së AKU-s, një pjesë e misrit shkoi si ushqim për pulat që subjekti Modi ka në malësi të madhe. Sula qetësoi konsumatorët që kanë pasur në tavolinë produkte të Modi SHPK. Bëhet fjalë për 5 ngarkesa rreth 120 ton janë të konsumuara pikërisht tek pularia. Deri në këtë fazë nuk ka evidencë të konfirmuar për rrezik të drejt për drejt nga vezët. Plot 10 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit do të përballen me masa. Korrupsion apo çfarë mund të ketë, ne do të shkojmë deri në fund. Kompania Modi SHPK, që prodhon mish dhe vezë, ndërkohë është gjobitur me 5 masa administrative dhe është denoncuar në prokurori për cënim të sigurisë ushqimore, që është pjesë e sigurisë kombëtare.